vlera e pronës në mënyrë fiktive dhe kjo ka bërë që të rinj shqiptar të mos ta shohin në veten e tyre sepse kanë të vështirë që të blejnë një pronë. Është më thjesht të blesh një pronë ku ta diun në Minin, në Milano, në shumë qytete kryesore të Evropës, por jo në kryeqytetin shqiptar. Aspekti i dytë ka të bëjë me sigurinë ushqimore. Shumë prej shqiptarëve vendosin që të ikin jashtë sepse nuk e ndjen veten të sigurt të jetojnë në Shqipëri. Rasti më i fundit është rasti se si pam që pula me salmonellë depërtoi në tregjet shqiptare dhe asnjë nuk mori përgjegjësi. Përkundrazi, një pjesë ekspertë e thonë që ky është problem portalesh, se nuk është e vërtet që ka ndodhur gjithë ky fenomen, ndërkohë që kishte edhe gazetarë që publikuan se si ishin në helmuar me salmonellë. Aspekti i tretë është pjesa e sigurisë shëndetësore. Sot shqiptarët ndërkohë që njerëzit po vdesin për mungesë të ilaçeve tek onkologjiku, ç'a bëjnë institucionet përgjegjëse, po ndërtojnë një hotel tek QSUT-ja. Pra, ne kemi mungesë të theksuar të ilaçeve, nga ana tjetër ne ndërtojmë hotele, se problemi i hoteli është që mungon sistemit shëndetësor sot. Aspekti i katërt është cilësia arsimore. Vetëm në 10 vitet e fundit në Shqipëri janë mbyllur 293 shkolla në zonën periferike të vendit, klasat po kthehen në të përbashkëta, kjo bën që është ulur në mënyrë të ndjeshme cilësia e mësimdhënies dhe mësimdhënies njëkohësisht, dhe të dhënat e PISA-s na tregojnë që në një ndër studimet e fundit që ishim të fundit në botë, në këto nivele kemi arritur, domethënë tashmë konkurenca jo nuk është me vendet europiane, por me vendet afrikane. Kështu që janë një sër faktorësh pse shqiptarët janë larguar. Dhe jo më kot, një pjesë e mirë e raporteve ndërkombëtare të nxjerrin që rreth 1 milion shqiptar kanë vendosur që në 12 vitet e fundit që të largohen nga Shqipëria dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre në emigracion. Dhe pjesa dërmuese e tyre, nëse nuk kemi një ndryshim rrënjësor, nuk kanë për të kthyer në adet. Tani kalojmë tek ajo ç'a ndodh, ku jemi në një situatë që turizmi me të drejtë ka nevojë për fuqi punëtore të kualifikuar dhe ku pagat në sezonet të caktuara po rriten në mënyrë të ndjeshme sepse nuk gjejmë burime njerëzore të kualifikuara, atëherë po gjejmë një zgjidhje që t'i marrim nga Filipinet. A është diçka pozitive kjo? Po, për të zgjidhur një problematikë të përkohshme, mund të jetë një zgjidhje. Megjithatë, zgjidhja të marrëve të huaj nga Filipinet e para që ka të bëjë me pjesën e rritjes së Kosovës. Sepse kontratat të ndryshme ndërkombëtare flasin që ti duhet të paguash dokumentacionin, duhet të paguash të paktën një udhtim në vit që të kthehen në vendin e tyre, duhet që të paguash pagën mujore dhe të garantosh në një farë mënyre strehimin këtyre personave. Kështu që e para ka rritjen e Kosovës, e dyta ka përkeqësimin e shërbimit. Nuk